për qa me i bo gjarat? Për me u duk? A do në me u duk? Në sy tjerve? Me ranë sy? Me thonë që jam i mirë, unë jam i mrekullueshëm, me marrë duar trokitje, me marrë diploma, certifikata, lavdrime e tjere. Qa është problemit, Meriton? Qa more? A u ngive, a u mushe plot, a u mushe me atë dashnit vërtet? Jo. Prandaj Krishti na fton me kalu prej dëshirës, me u duk të dëshira me i ba gjanat në emrin e Zotit, me i ba gjanat të nxituna prej ti, me vepru me bat mirën, me dashtet e tona gjanat, pse Zoti na ka bat taft, pse ai na ka mush me dashnin e ti, e nga ana tjetër dashnia mandena është përblyse në gjithçka e për gjithçka, e dashnia mandena është ajo që plotson. Vetëm dashnia që vjen prej Zotit plotson. Prandaj le të kërkojmë një këtë gjë, që gjithçka që të bëjmë, çdo gjë që të nërmarrim, çdo gjë që të veprojmë, ta bëjmë në emrin e Zotit, për më të madhen dashni i tij. Ai ka me kënë shpërblys për gjithçka. Ai